Dhe në këtë anket, me këtë numër, ne po mendonim, do më thënë, kur u hapë si ide, sepse kanë bërë profesionistë, nuk e kemi bërë ne, e kanë bërë drejtore... Dhe rezultatet ishin që ishin kundër këtij projekti ligji? 99%. Okej, me çfarë pyetje ishte anketimi? Mund të t'i lexoj pyetjet ishin sa dini keni për projekt ligjin, si e shikoni martesën. Se ka shumë njerëz të cilët edhe më shkruajnë dhe nuk e njohin si projekt ligj. Prandaj media ka një diskutime tona çorodisin ndonjëherë. Sa janë të vërteta edhe argumentet që solli zonja Pano lidhur me agenda përkatëse që hynë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe përpiqen që të sillen edhe përmes projekt ligjeve. Pra, a ka diçka reale apo është thjesht një mit? Shiko, unë mendoj se ka një agjendë që zota quajtë në kuptimin e keq të fjalës të Bashkimit Evropian për të gjitha ato ligje të cilat janë për një demokraci sa më të përsosur. Do të thënë ka agjendë. Agjendë, kuptoj, të thash, jo me kuptimin e simbolike. Jo, nuk është simbolike, është agjenda më. Ajo siç thash unë, ajo është agjenda më. Ajo që them unë është që ka një agjendë pozitive, do të thotë. Po është agjendë. Ka një, sigur, pse është Bashkimi Evropian këtu, se s'po të kuptoj? Përse është? A mund të... Ka shumë detyra Bashkimi Evropian për të përmbushur dhe etikën, kështu Zotria e tha pak më përpara që ne po përpiqemi. Të lutem ta shpjegoj zonja Ballalluri atë se... Jo, them përse është, për agjendën e vet është, për ta futur Shqipërinë në Europë sipas logjikës së vet. Si është kjo agjenda? Kush e sjell? Kjo është pastaj, jo. Duke asimiluar kulturën e vendit. Tani, duke i cënuar sovranitetin. Çfarë ndodh në këtë mes? Çfarë ndodh në këtë mes? Nëse vërtet ne kemi shqetësim të madh kështu, pse nuk hapim në debate jashtë momentit që bëhen ligjet, jashtë momentit të dorëzimit të ligjeve, jashtë parlamentit, pse nuk i kemi në këto? Shoqëri civile jemi të gjithë. Ti bëjmë në agorë, si dikur mendoni. Po, një agorë të vërtet, ti jemi ashtu të sinqerë si çdo ti linda. Agora tu bëhen vetëm për mitingje. Po pra, pikërisht vetëm politikisht kur ngacmohemi me agjendat politike. Pse nuk e bëjmë këtë gjë ne që themi shiko, hajde bëjmë diçka të tillë, sepse po bëhet një ligj i cili duhet të trajtojë gjëra të tilla, i cili kush duhet ta bëjë këtë? Kjo është ne ta bëjmë, ne. Po. Projekt ligji që kaloi nga Ministria e Shëndetësisë në parlament, a e di që ne nuk e kemi ditur fare që ka qenë një projekt ligji i tillë që po edhe mos dia është problemi jonë, s'është problemi i tyre. Po si mund ta dish në Zonja Ballalluri, nëse jeni në këtë fushë, se mund ta mbash të mbyllur, duhet të mbyllur në Zonja Ballalluri, ju lutem se bëra një pyetje. Zonja Pano, ju lutem, ju bëra një pyetje lidhur me mënyrën se si vijnë ato që tha edhe zonja Pano të këtyre projekt ligjeve. Tani mos bëjmë kështu konspiracion kose. Është konspiracion mendoni? Absolutisht. S'ka lidhje fare me konspiracion. Për mua. Më fal, si nuk është konspiracion nëse ky projekt jo më fal, keni mendimin tuaj, ka mendimin e saj. Qytetarët janë ata që vendosin. Ky projekt ligj. Thuaj çfarë duhet të them unë në gojën tënde. Jo, ti thuaj çfarë duash ti. Unë do të them atë që mendoj unë. Po pra, a më pyeti mua më duket. Dhe unë po të them si mund të jetë konspiracion një projekt ligj që dihet kur erdhi nga Ministria e Shëndetësisë ishte totalisht tjetër gjë dhe kur me sugjerimet e aleancës LGBT u ndryshua totalisht kundër kulturës, kundra familjes, kundra fëmijëve, kundra lirisë, kundra besimit. Okej, zonja Ballalluri. Unë mund të them një gjë e cila pak a shumë plotson diçka që tha Linda. Një gjë duhet të dimë, të jemi realistë gjithë. Grupet LGBT janë krijuar të organizuara mbas 2010-s, mbas ligjit kundër diskriminimit. Dhe po ju them që janë grupet më aktive që ka Shqipëria, të paktën Tirana. Janë të rinj të cilët punojnë më të financuara. Po, do të marrin janë të zotë për të marrin. Janë të zotë Jo, sepse punojnë për Pride-in, të them një gjë, po të gjithë punojnë me zemër, po s'marrin këto fonde, sepse nuk kanë interes, nuk ka interes Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka një agjendë të caktuar, që ti sapo e the, dhe nuk ka interes Bashkimi Evropian të investojë te familja. Të investojë te familja. Pse mos e shohim në një formë tjetër? Bashkimi Evropian është në dieni shumë mirë të asaj që ka ndodhur në Shqipëri, që të ishe gay në kohën kur e komunizmit ishe në burg. Kjo tregon që ne duhet t'i rishojmë të revitalizojmë e ka idenë Bashkimi Evropian që të ishe klerik në kohën e komunizmit. Po kanë mbështetur klerikët? Unë nuk e di se saktë ta thon vetë klerikët, po i kanë mbështetur, ju kanë mbështetur ndonjëherë klerikët. Jo,
Po mirë, më atëherë a vërteton këtë që them unë që është thjesht agjendë? S'mund të flitet kaq thjesht sepse shumë thjesht. sepse klerikët janë krijuar vetë. Mos e kalojmë te klerikët se jemi ende te ligji dhe akoma s'kemi kuptuar çfarë ndryshon realisht ky ligj. Klerikët ndihmojnë veten dhe janë të zotët ta ndihmojnë veten. LGBT është një grup shumë vulnerabël i cili nuk e ndihmon të askush, përkundrazi e sulmonin. Kështu që ke të bësh me viktime, atë cilët u viktimizuan dhe pas 90-s. Ne kemi raste, hajde në zyrën shikosh, të t'jap shumë raste të kësaj lloji dhuna. E di çfarë problemi kam unë me këtë që ti thua Elca, sepse ne e kemi vuajtur në kuriz këtë narrativ. Në çfarë aspekti? Kemi qenë në 4 çështje gjyqësore. Kemi qenë unë bashkë me të bashkëshortin tim. Okej, lidhur me aktivizmin tuaj. Herë në 2 javë, si? Lidhur me aktivizmin, pra me Jo, me aktivizmin. Im shoq ka qenë në televizion, e kanë pyetur, pastor, çfarë mendon? Çfarë mendon? Janë të dy ata. Çfarë mendon? Jo, prit një sekond. Ti gjithmonë e qan këtë hall po këtë rast. Çfarë mendon për prindin 1 dhe prindin 2? Bashkëshortit ju shtua edhe një padi në studion tim, kështu që Çfarë mendon për ju shtua, kështu që ju lutem. Çfarë mendon për prindin? Bashkëshorti tim e shtuar pa ditë dim gjë. Shtohen ja ta publikisht në studio. Shiko, ata se bëjnë dot ata sepse e kanë kërcënuar me jetën dhe normalisht do ju duhet të përballen me një nivel tjetër pastaj. Kishte pretendimet e saj, të dyja palët tjetër pastaj në atë dhunshëm pyetje. Si janë aq imponues? Nuk janë të dhunshëm. Nuk janë mirë kuptuar. Të njëjtën pretendim kishin edhe ata për palën tjetër. Për 2 palë. Janë ndjenjë që nuk kuptohen. Po kush do ja ulin atë në Bashkimin Evropian? Kush nuk kuptohet? Elsa, ti nuk je pjesë e komunitetit LGBT apo jo? Jo, ja mbështet se shumë. As Mirela Archimandriti nuk është pjesë e LGBT-s apo jo? Jo, nuk është. Atëherë pse nuk është? Jo, mos i përmendim njerëzit që janë prezent. As unë nuk jam lesbike. Po pse nuk kuptoheni ju? Lëvizjes. Po ç'a doni ju që të kuptoheni nëse nuk jeni pjesë? Jo, s'ka lidhje kjo